Tërë në këto promovimet që i keni bot librit, sigurisht në gjatësi e veçantë, po një fjalë që ju ka mbet mend e musafirëve që kanë qenë pjesë e promovimit, cilat kanë qenë ato? Nuk i maj mend saktësisht, por po them për promovimin e librit të parë për dizajn grafike, quhet 100 logot e Kosovës, kemi pas shumë njerëz të eminent të dizajnit fushave. Sakt nuk e di, por normalisht që të gjithë kanë thonë gjana superlativ, si për këta, si për Skënderbeun, tash për Ali Pashën do e shohim te. Nuk e di. Atëherë, normalisht që kemi fjalë të mira, po si i ri, a keni pas ndonjëherë ndonjë fjalë që ju ka bo pak më një keq, mos me vazhdu ndoshta pak? Jo, nuk besoj që ka mujt me ndodha ja, absolutisht, sepse... E që shukan rrethi jot për fillimet tua? Sepse unë nuk jam një person i cili fejhen letë. Sepse besoj fane, du të anali këtë telefonat. Më thonë, i besoj shumë ideve të mija, punës time, i rrim rapa asaj, dhe vetëm me këtë mënyrë mundesh me arritë sukses. Se punon fort edhe beson ato çka ti Po, e cika dhe ma herët që fëmirja jote ka qenë me lojra, me shoqëri... Si e gjeneratës time. E gjeneratës tonë, dhe po tash gjenerata e re, po vrejet shumë që teknologjia është pjesë e fëminisë. Totalisht dy bota. Fëmijët e sodit janë të izoluar, janë jo socializuar, nuk luajnë, nuk më thonë vetëm kontakti kanë përmes rrjeteve sociale, njerëzisht. Po si e shihni të ardhmen e kësaj gjenerate? Nuk e shoh të mirë. Kjo është shumë jo e dobishme për një gjenerat re, edhe mendoj që kushdo i cili mundet me ndiku, do të me ndiku pozitivisht, që me hjek fëmijët prej pajisjeve elektronike, me shti disi me dalë, me lut me top, me lut me lastik për fëmijët, me lut diçka me bo që me nejtë bashkë bisedu, se fëmijët nesër mas nesër nuk kanë me ditë as me shkru, as kanë me ditë me bisedu, me thonë me fjali, me thurë. Ashtu që të mirët ata, nëse ky shtet jonë, apo kushdo që vjen shtet nesër mas nesër nuk ndikon.